Unë kam dalë, kam folë për maqokën tem, ka pas komentus që më kanë shate prind. Macet është ma letë me mbajt, normal, unë tash të llogarit edhe si antar të familjes me një farë mënyre, edhe më japin energji shumë pozitive. Familja jam në Kosovë gjithmonë ka qenë ajo që për mu, nëse unë jam e lumtur me atë vendim, me ata njerëz, edhe familja jam gjithmonë ka qenë e lumtur kur më ka po mu mirë, me njerëz të mirë, që më kanë jap dashuri, më kam përkra, do me thonë që unë e mi pas edhe familjen këto, edhe familjen atje. Një dashuri nga të dvja anët, apo jo? Po ke edhe një dashuri shumë të madhe edhe për kafshët, që e përmendis që përshojmë edhe një fotografi, po kë nuk është maqoku nëse s'ka bëj, apo jo? Jo, kë është maqoku kur kemi qenë pushime me shucën tem, e kemi pa, edhe kemi marrë në villë mbrana. Do me thonë, atë ditë sa kena qëndru në villë, edhe maqoku ka qëndru, ka bu jetë vluksi bashkë me neve. Do me thonë, ka flajt me neve, utu me neve. Ja keni kriju gjitha kushtet e mira. Sa që kur e lam, ashtu si me la një copë të zemrë, shumë në u ka dhimt. E kështu më përgjithsi, e dim që edhe vetë ke, apo jo, disa. Po. Sa është vështirë ndonjëherë për kujdesja për tyre, sa të mbushin me energji pozitive? Macet është ma letë me mbajt, normal, unë tash të llogarit edhe si antar të familjes me një farë mënyre, edhe më japin energji shumë pozitive, nuk është vështirë më kujdes as pak, normal, kishte me qenë me jetu nështë me familje, me njerëz, sepse edhe macet e mija ashtu janë shumë të shoqërueshme dhe kanë qef konstant me lujt, për shembull me fëmijë, po ju bjen kreditën vetë me qëndru në banesë, pak po më dhimën, po s'kam qef me bu. Kur jemi tek pjesa e punës, dizajnit, sa e ke gjetë mbështetjen në Kosovë? Përveç familjes, pas e prej rrethit, shoqërisë në përgjithësi? Mbështetje për familjes dhe shoqërisë e kom pas maksimale. Këshkak që kur kini është dashër dhe që të përkrajnë maksimalisht, të gjithmonë kime pas shumë alet. Esenca është që njerës të kam pak problem mu adoptu me roba pak ma unike, derisa të mësuam pak për shambull me gjithë vendin, ku është dyqani, qka ka, qfar roba ka. Mjaftën disa veta me fillu mu vesh pak ma ndryshen në Prishtinë për shambull, besoj që kanë me fillu krajt ashtu me eksperimentu, mu vesh bukur, sepse femrat në Kosovë, në momentin që jam pak ma të angazhume, po menoj që e shkon pak vetën. Po besoj që tash kur jetë kjo pjesa e punës që e ke biznesin tënë, ke mujt me pa më mirë se ke kështu rreth më të ngushtë kush përkra më shumë. I ka arbeta kështu njerëz e seleksionuar, sa i përket shka ju të regon më shumë, si ndo një historit me ta? Unë i kam vetëm 2 shoqe, 2 persona, që janë shumë të veçanta për mu. Me tu jam shumë e hapër, po ashtu dhe atu me mu, normal. Do me thonë, jam vetëm 2 persona që unë ju besoj shumë, edhe i du shumë. Për mu atu nuk jam veç shoqe, po janë edhe pjesë e familjes, pjesë e zemrës tamë. Kush ka qenë personi i parë, ndërsa që e ke nda edhe historinë tënde familjare, qoftë dikush prej rrethit të shoqërisë apo ndonjë familjar tjetër, kush ka qenë ai person që e ke hap zemrën fillimisht me të? Shoqja jam Laura, pastaj është Liberta. Me Laurën kemi pak humor të zi shpesh herë, bojnë hajgare, po ajo ka qenë shumë supportuese, shumë shoqe që më ka përkra, për shkak që e kena shty njëna tjetrën që për me arrit sukses, për me hap dyqane, të dyat kemi dyqane, punojna shumë, mundomi shumë, pa ashtu edhe Liberta e ka dyqanin, ashtu i kemi dyqanet rrallë, Laura unë e Liberta. Do me thone përkram njëna tjetrën tepër shumë. Edhe kisha pas qef që gjdo shoqni me kanë e tilë, për shkak që është shumë ndjenje mirë, me pas dikën që të përkra dhe rrim pranteje në momentet këqija dhe të mira.
I përmendet 2 prej personave që i ke shumë për zemër nga shoqëria, po në Kuvajt ke kriju shoqëri, ke edhe atje shoqe e shok që i ndonë ndoshta sukseset, mërzi, gjithçka me ta? Fatkeqësisht nuk kam shumë shoqëri në Kuvajt, për shkak që familja është shumë e madhe, edhe nuk po kam shumë kohë që me dalë dhe mu shoqëru me njerëz të ri, për shkak vajzat në familjen tonë, do më thonë, prindi ka 9 vëllezër, edhe unë do më thonë me krejt familjen, jo ma ashtu shumë e shoqërueshme, edhe konstant dalim dreka, darka, nuk po na premton koha që me bo shoqëri të re. Një familje e madhe? Po, mu më pëlqejnë familjet e mdhaja. Eshe edhe arbeta vetë në të ardhmen edhe vetë me kriju një familje kështë të madhe? Po shpresoj që po. I përmendet 2 prej personave që nuk të kanë paragjyku asnjëherë, kanë qenë gjithmonë për me të dëgju, po në përgjithësi në Kosovë, sa ke pas paragjykime? Në Kosovë, kom pas paragjykime shumë, shpeshherë në rrjetet sociale, më i me thonë, kur kom dalë me ndonjë intervistë që ndoshta jam duk pak ma ndryshe, shpeshherë, ndoshta nuk jam duk mënyrën ma të mirë temën, po nuk është mirë, kisha me thonë që komentus të me hinë rrjetet sociale dhe me të paragjyku, me të komentu se jo krejt i marrëm komentet në mënyrë të mirë. Shpeshherë jam lëndu prej komenteve, ndoshta unë kom dalë, kom folë për maqokën tem, ka pas komentus që më kanë shate prend, gjë që mu më ka prek, shumë më ka prek, për shembull komenti i tillë, pse me bu një koment të tillë?